Në tërë territorin e komunës së Preshevës janë vendosur shenjat e sinjalizimit vertikal, duke i përfshirë fshatrat e komunës sonë që janë pajisur me shenja në hyrje dhe dalje të vendbanimeve. Për gjithë qytetarët e komunës së Preshevës, vendosja e shenjave të komunikacionit ka qenë mëse e nevojshme. Gjithashtu, problemi mungesën e shenjave ka pasur edhe udhëtarët e cilët kanë kaluar përmes qytetit të Preshevës. Vendosja e shenjave në qytetin tonë ka qenë nevoja ka mëqme, pasi që këtu ka pas gjithmonë mangësi në këtë drejtim, në tani me vendosje e kësaj shenjave është lehtësu shumë, pasi që në këtë pjesë kalojnë shumë gurbetjarë të cilë vinë nga Kosova dhe kalojnë sajde, mirë po deri në këtë vend kanal, mirë këtu nuk dishin të orientoheshin, dhe me vendosjen e kësaj besoj që do të lehtësoj edhe ata, mirë po edhe njëve. Muharrem Nuhiu, instruktor në autoshkollën Egi Max, për televizionin Presheva, thotë se rrugët e qytetit të Preshevës kanë pasur nevojë për vendosjen e këtyre shenjave, pasi shumë herë kam hasur probleme me kandidat të cilët kanë ushtruar për patent shofer. Në qytetin tonë ka pas një udhëtie e madhe si për neve ashtu edhe për autoshkollë. Ashtu ka qenë se domethënë nuk ka pasur shenjat mjaftueshme në Preshevë. Momentalisht duhet në Preshevë të janë edhe semaforët. Nëse ka domethënë tash me syri me vendosjen e semaforëve Preshevë do të zgjidhen shumë punë domethënë për autoshkollët. Problemi që ka hasur arsye se ka pas shumë pak shenja, domethënë Preshevë momentalisht vetëm se ka qenë vendosja e shenjave të rrugës Koshe, ata domethënë momentalisht ka shenja. Sigur për shembull tash këtë rast që kemi ardhur në autoudhë, edhe qendrën domethënë se shumë për nxënësët edhe kandidat ka pas nevojë që të njoftojnë që kur shkojnë nëpër një qytet të madh të dinë çfarë domethënë ka këtë shenjë. Ilir Sadriu, inspektori i komunikacionit në komunën e Preshevës, thotë se me vitet e tëra të vërejtur mungesë e madhe shenjave të komunikacionit dhe ka qenë mëse e nevojshme që rrugët e qytetit të kenë shenja të sinjalizimit vertikal. Vend theksohet se gjatë vitit kaluar ne kemi bërë inspektimin në gjitha rrugët e territorit të komunës së Preshevës, pra edhe në qytet, edhe në fshat, dhe kemi vërejtur që ka një mungesë të madhe të sinjalizimit vertikal. Krahas saj, pra kemi bërë rezervale dhe i kemi porositur gjitha shenjat e nevojshme për të mbushur me sinjalizim përkatës komunën tonë. Do vetëm se jemi duke i vendosur shenjat, edhe vetë siç po e shihni nëpër qytet, shenjat cilat kanë qenë nevojshme për gjithë qytetarët e komunës sonë. Natyrisht disa pjesërisht kanë qenë disa shenja, mirë po me rregullore të reja të sinjalizimit vertikal janë paraparë edhe vendosjet të shenjave të reja. Sipas Adriut, përveç shenjave të sinjalizimit vertikal, është parakush që të sinkronizohen edhe shenjat e sinjalizimit horizontal dhe ndriçues. Pranver planifikojmë që rrugët të sinjalizojmë edhe me sinjalizim horizontal, përkatësisht me vija gjasore dhe përfore, në vetëkalimet e mësorëve, në vjet dalje të udhëkryqeve. E kështu me radhë natyrisht edhe jemi duke punuar në drejtim të futjes në funksion edhe të sinjalizimit ndriçues në dy udhëkryqet të qytetit, që është parakusht për plotësimin e kushteve të qyteteve ose të vendbanimeve, përmbajtjen e orëve praktike të kandidatëve të cilët ushtrojnë profesionin përvozitës, në radhë parë ku do të kenë lehtësim autoshkollat që bëjnë aftësimin e ngasësve, po sigurisht që do të kenë lehtësim edhe ngasësit e rinj, ata për të cilët do të kenë mundësi që në qytetin tonë kenë mundësi të aftësohen në marrjen e patentës ngasësisë. Vendosja e shenjave të komunikacionit, përveç që lehtëson qarkullimin e automjeteve, do të ndihmojë edhe në sigurinë e qytetarëve, sidomos për nxënësit të cilët çdo ditë e frekuentojnë këtë rrugë.